Aja që ka raportohet në media, unë nuk e marrë hiq as seriozisht, as të vërtet. E para, edhe e dyta, ne do të vazhdojmë me procedurën e njëjtë për votimin e komisionit që procesi i zgjedhjes së kryetarit të kuvendit ose kryetares të jetë me votën e fshehtë. Kështu që do të vazhdojmë procedurën. Fola kështu për një çështje specifike, po në rast i lexon pazon 100 shkrime për tyne 99 janë të pavërteta, atë në momenti kur thoni që është folë ose është thonë media, kjo për mua nuk do të thonë kurrë. Na partia Guxo edhe jemi në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, vendimet i marrum bashkërisht edhe në grup ose në seancën konstitutive përshëndetje kryetare. Dhe do thotë në seancën konstitutive dhe për pikat e ditës shkojnë me dakord. Unë mendoj që është në interes të Kosovës, më shumë se sa në interes të Kosovës, në radhë parë për mua është me interes që sa më parë mos bardh çdo detaj për pretendimet që i kanë mekanizmat e drejtësisë, edhe unë jam i hapur edhe bashkëpunues edhe liber i hapur për këtë veprimet edhe për atë sa mund ka taku mu si minister edhe me kaq besoj që e përmbylli këtë temën që ka diskutuar.